Sot fillojmë një punë të re për 2026-ën. E dim që është një punë shumë e vështirë dhe për gjendjen që ka ekipi, gjendjen aktuale në pikë. Kështu që do mundohemi që të bëjmë një punë shumë të mirë edhe patjetër pse jo të kemi rezultate pozitive. Kështu që mendoj që duke pasur parasysh të djemtë që janë me goxha kualitet, mendoj që do bëjmë një punë shumë të mirë. Edhe pse nuk kemi pikët që na duhen për 16 apo 17 ndeshjet e para që kemi bërë, por këtij ekipi i mungojnë vetëm pikët dhe nuk i mungon performanca. Kështu që do mundohemi me se s'bën që të bëjmë një ekip profesionist edhe të mundohemi të luajmë futboll për të fituar. Te Sport Klub Lushnjë ka djem shumë të mirë, ka djem talentuar, ka aftësi individuale shumë të mira, por ka pasur disa probleme, ndoshta ndonjëherë që futbolli do të ndëshkon. Mund të luash 90 minuta shumë mirë, po për 20 apo 30 sekonda desekulibrohesh edhe pson gol. Kështu që na del një punë vështirë shumë përpara për të punuar me futbollistët edhe për të arritur qëllimin që kemi. Njërë në radhë parë qëndrimi në këtë kategori që kemi dhe të arrisim ekipin nga ana cilësore në çdo moment. Kështu që do të merremi me faktin që kemi. Absolutisht që ekipi është pa diskutueshëm që i duhen 2 deri në 3 përforcime, nuk është problemi për Lushnjën, për çdo ekip, edhe ekipet e mëdha kanë domosdoshmëri prurjet e reja. Por ne do të jemi të kujdesshëm në prurjet dhe duam futbollistë në niveleve mesatare dhe mbi mesatare, se kemi futbollistët tanë edhe ta mbushim ndoshta me 2-3 prurje cilësore. Dhe shpresojmë deri në fund të muajit që këto 2-3 prurje cilësore t'i kemi pranë ekipit tonë. Në ndjej detyrim të punoj për qytetin tim, duke pasur parasysh që kjo është një qytet që jeton me futbollin dhe ndoshta rikthimi im ka qenë edhe ndoshta dhe i detyruar, ndoshta edhe nga publiku, ma kanë kërkuar me se s'bën që unë të rikthehem edhe t'i kthej po atë ndjenjë dashurie që kam futbollin, por jemi ne ata që duhet të punojmë shumë dhe nëse ne duhet punojmë dhe do të kemi rezultate pozitive patjetër. Gjithmonë puna jonë varet nga publiku që vjen. Këto rezultate pozitive? Absolutisht po, unë jam i bindur, patjetër do të kemi kohë edhe pse është e shkurtër që me 2-3 futbollistë që kemi planifikuar gjithë bashkë, cilësor ne motorizojmë ekipin dhe të harmonizojmë për këto 4 apo 5 muaj. Unë jam dakord me ju që është e vështirë, është një moment i vështirë, ndoshta edhe psikologjik, edhe futbollistët kanë rënë edhe ndoshta edhe nga harmonia dhe nga dhomat e zhveshjes, nuk është më ajo harmoni që ndoshta ka qenë qëllim kampionatit, por shumë shpejt ne gjithë bashkë do ta rregullojmë edhe do mundohemi që të jemi shumë profesionistë dhe do të punojmë shumë fort për të arritur qëllimin tonë. E kemi detyrim krashi qytetit tonë që të punojmë fort dhe të rikthejmë të publik të mrekullueshëm në shkallët e stadionit tonë.